për biznesmenin italian që u vra në Tepelen është një barbari nga ana jone, tani këtu nuk është as Edi Rama, as Ali Berisha, as drejtime të bëjmë, por ne jemi pak barbar si racë. Realisht, unë do të diskutoj me kolegët e mi këtu, ishte ndoshta për dritat e gjata të makinës, e kupton? Mund të them vetëm diçka, zotëri Rakipi, për shkak se s'më premton shumë kohë, biznesmeni italian nuk ka patur asnjë konflikt të mëparshëm apo as në natën e ngjarjes konflikt me autorin e dyshuar. Biznesmeni italian është gjendur rastësisht në vendin e ngjarjes. Konflikti ka qenë mes Gazmend Braçit dhe autorit të dyshuar, janë konfliktuar për dritat e gjata, autori dyshuar Kamber Sulçaika ndjekur nga pas, Gazmend Braçi që është edhe djali e Qeren Braçes që është ortak me biznesmenin italian, i është të prishur makina dhe ka mbetur në rrugë dhe për këtë arsye ka kërkuar ndihmën e babait dhe biznesmeni italian ka shkuar me Qeren Braçen për të ndihmuar djalin për ta marrë nga vendi ku kishte ngecur automjeti. Dhe pikërisht këtu është gjendur në breshërinë e armëve dhe ka humbur jetën. Pra është një person i cili nuk ka patur asnjë lidhje me konfliktin mes palëve. Dhe këtë mund ta konfirmoj zyrtarisht me gjitha hetimet e drejtanishme të policisë dhe të prokurorisë së Gjirokastrës. Lela, falenderoj shumë për ndërhyrjen në mbrëmjen e sotme, miru pafshim në programin e ardhshëm. Natën e mirë. Tani, mund hyra dhe të një bisedi në kemi më pas, nderuar kolegë, në pas kësa ngjarje, është një barbari e vërtete. Sigurisht që këtu qarkullohet në mënyrën më të çuditshme dhe më të tmerrshme në botë. Me thëmë, por që të marrësh të vrasësh tjetrin për dritat e shkurtra, dritat e gjata, pse më pep, pse të pashër, kjo ndodhë rëndom të ne, dhe ne fatkeqësisht të gjithë, ndoshta jemi populli dyshimtër, në disa pikpame. Kemi dyshime serioze. Marrësh të vrasësh tjetrin për dritat e gjata, ose dritat e shkurtra. Është barbari. Banalitet. Tani, jashtë. Fare, as për gjë. Sa i viktima në fakt nuk uzu as për gjë. Uzu fare. Tani, në qoftë se keni zonjën Kepi në lidhje, më ndihmoni. Mirë mbrëma, zonja Kepi. A je mirë? Mirë? Si kalon? Mirë shumë. Mirë, faleminderit për ftesën. Temperaturat si janë aty? Se na erdhi mos i keq. Thanë që do vi mos shumë i keq këtu nga Italia, po në fakt nuk erdhi. Erdhi pak. Edhe këtu është në italiane nuk është se na vinë gjatë kia, kupton? Po, më edhe moti është... Moti keq në duhet. Atere, ju keni intervistuar gazetarin italian Nello Trocchia. Unë e pash një pjesë të intervistës, i cili është personi që ka ekspozuar takimin në Aruba. Çfarë ju tha i rreth këtij takimi dhe pse nuk përmend emrat e zyrtarëve nëse ai i di? Se për shembull, mund të pengohemi ne, po themi, këtu. Apo jo, mund të pengohen, po tani një gazetar italian, drejtaj, si nuk i thot emrat, në qoftë se ai. Ju si gazetare, pyetet për këtë çështje? Për emrat? Padyshim, edhe në intervistën time, unë ndalem pikërisht te ky takim. Janë dokumentat të sekretuara dhe kjo është rëndësishme të cilësohet. Pra flasim për dokumente të sekretuara të antimafias italiane që gazetari e shkrimtari Nello Trocchia i ka futur në librin e tij që e ka quajtur Të pamposhturit pikërisht ku flet për mafian shqiptare. Është një hetim i nisur nga Drejtoria Antimafjes Italiane të Toskanës, Drejtoria apo Dega e Firenzes, të cilët në vitin 2019 kanë vënë në hetim pasurinë që Artur Shehu ka në Toskana, në Firenze. Dhe gjatë hetimit, dosja hetimore përmban dhe këtë të dhënë sa i takon takimit në Aruba. Në këtë dokumente, të cilat nuk i shkruan as Nello Trocchia dhe nuk i themi as ne, por janë të shkruar të zezë mbi të bardhë në këto faqe të sekretuara të antimafjes të Toskanës. Thuhet se në Aruba një bos mafios, Artur Shehu, është takuar në prani dhe disa elemente spikate të krimit organizuar shqiptar me përfaqësues të lartë të qeverisë shqiptare. Alba me që jemi të ky emri Artur Shehu. Ky jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jeton i lirë, apo jo? Jeton në Miami, po.
Miami, jetoni lirë dhe është një biznesmen. Dhe ka marrë dhe në shtetësinë amerikane. Është dhe Amerikan? Po pse quhet... Prandaj dhe pikërisht kjo lidhe dhe me titullin e librit Pamposhtri, dhe unë këtë e pyeta në Lotorkja. Është një intervistë rreth 30 minuta, por ka zgjatur dhe përtej asaj që kam mundur të xhiroj. Je quan Pamposhtri pikërisht sepse bolsët mafios shqiptar, në këtë rast Artur Shehu, kanë aftësinë që t'i shpëtojnë kapjes nga autoritetet policore dhe të hetohen për krime banale. Për shembull, Artur Shehu jetoi pasi ishte kapur një herë duke i dhënë makinës apo një motori, mos gaboj këtu në Rom, pa patent. Pra kishin aftësinë të ndryshonin identitetin, falë lehtësisë që dhe shtetit shqiptar. Pra, Alba, ju jeni duke thënë, që ti themi dhe shikuesit, që ndoshta na dëgjon dhe ky Shehu, ky nuk është akuzuar, ka një akuzë për krim. Ky është qytetar amerikan, tani. Jo, unë di për shembull që ky ka ikur nga Shqipëria pas një konflikti që ka patur në qytetin e Vlorës me Zani Çavushin. Dhe më pas ka ardhur në Itali, ka ngritur dhe bizneset në Itali, dhe më pas është larguar në Amerikë, pikërisht pasi nisi të kishte probleme të vogla, e cilësoj të vogla, dhe këtu e lidh fjalën të pamposhturit me titullin e librit, me drejtsinë italiane, ka arritur të kalojë në Amerikë dhe të marrë në shtetësinë amerikane. Pse nuk është hetuar sa i takon kësaj dosje, sepse siç thohet edhe në këtë libër dhe në intervistën që unë kam realizuar, për skadencë të kafatit kohor, ky fascikul, pra ky dosier i antimafisë italiane është mbyllur. Megjithatë, në ato sentencë të videos, ne Lotorkja thotë që kam sigurinë që mbas kësaj dosje, edhe pse është mbyllur për afate kohore, disa pika të kësaj dosje kanë nisur të hetohen dhe vijon të hetohen pranë ato indice që ka dhënë kjo çështje. Pra, nëse është mbyllur sa i takon këtij procesi të Arubës, mendoj se ajo çka ka mundur të hapet apo të dëshmohet në ato faqe hetimore, të antimafisë ka sjell për të hetuar për çështje të tjera, qoftë për Artur Shehun, qoftë për elemente të tjera të përfshirë në këtë dosje. A ekziston një përgjim, Alba? A ekziston një përgjim i këtij takimi? Kush e ka përgjuar konkretisht? Ju sa që gazetari? Nuk ka video dhe nuk ka fotografi të këtij takimi, por ka përgjime të lidhura ndoshta me përgjime telefonike o ambientale, këto nuk e ka. Pra, kemi përgjime jashtë këtij takimi. Kush e ka përgjuar? Kemi përgjime antimafia e Toskana. Antimafia ka përgjuar jashtë këtij takimi, jo këtë takim. Me prokurorit e tjera europiane. Në këtë rast janë publike apo kujt di gazetari? Më fal sepse unë ta thash që nuk po nuk po ata thashë që në hyrje që janë dokumentet sekretuara, si mund të jenë publike?